Mirëmëngjesi dhe njëherë për të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën në Info Plus në Star Plus Televizion. Sot në rubrikën e të ftuarit të ditës kam poetën e mrekullueshme Bona Luka. Mirëmëngjesi dashur, faleminderit që je me mua këtë mëngjes. Mirëmëngjesi, kënaqësia ime gjithmonë. Si e nis ditën një poete kaq e mirë sa ti? Ndoshta si çdo gru tjetër, për teja saj që ne jena mësu të ushu, kur që është mëngjes, ndoshta s'fillojmë me ritualin që bëjnë ato, fillojmë ose këndojmë diçka, ose përsërisim diçka nëpër vete, ose noll që gjatë natës na ketë ardhur një diçka me shkruar edhe në mjes ulna edhe e shkruajmë pa na kalu, se pastaj dita merret vrrullin e vet edhe sigurisht jena si çdo gru tjetër patjetër. Cila është lidhja jote me poezinë e dashur? E kam thënë edhe e kam rithënë disa herë. Atje ku kam lindur, duhej njeriu, kur je i nrym, them ka herë i nrym, sikur e përdorim të ne, njeriu fillon e flet atë gjëna me veten që s'mundet me ia thënë dikujt tjetër. Në këtë kohë, nëse ti je me shoqëninë tënde, ti do sheshesh, do flasësh, nëse je në dasëm do kërcesh, nëse je diku tjetër do i sillesh sipas ambientit. Në momentin kur këto të mungojnë, sepse e tillë ishte jeta, e tillë ishte ti, kishte shumë gjëna tabu, mentaliteti i zonë, si kohë, si çdo gjëje, e ti mlidhet çdo gjëna brenda vetes, edhe është fat i madh për ata njerëz që munden me i shpreh diko. Kena gjetë me i shpreh në vargje, që në atë kohë i shkrunim edhe i fshihnim për mos me na i lexu tjerë, të shumë prej tyre kanë humbur fatkeqësisht, se sot do t'i doja vetëm t'i shihja se si kam menduar në atë kohë, se sigurisht kena menduar sikur sot, por që nuk janë më shumë prej tyre, por ka ngel i koncentrati i cilin sot po mundona me shpreh nëpër vargjet tona. Vargjet e tua të mrekullueshme, çfarë e frymëzon Bonën për t'i shkruar? Gjithçka, çka mundet me frymëzu një gru, një nan, një motër, një zonjë, një njeri të këtij vendi. Thash edhe herë atje ku kam lindur, nëse ka diçka që të frymëzon pafund është natyra e mrekullueshme. Më pastaj dashuria sigurisht në moshën e rinisë, që vazhdon deri në përjetësi dashuria që i shkruan kushdo. Në momentin që ti bësh një bashkëshorte, i shkruan familjes që ti po krijon, i shkruan fëmijëve, vazhdon i shkruan pastaj mallit e gjithçka e tjetër që vazhdon simas kohëve. Ka tema që nuk ndryshojnë kurrë në poezinë e njerëzit, thash edhe herë sikur është bukuritë natyrore, dashuria, gjendja e brendshme shpirtërore që secili e shpreh në ato vargje, por ka momente që njeriu i kalon një jetë si të mira, si të këqija, që ndoshta në ato momente ti do ta dish kur lexon një vepër dikujt se si ka qenë në atë moment kur e ka shkruar atë vepër, sepse patjetër që do ndikojnë në atë që ai hell në letër. Për cilët nga këto momente të jetës së saj Bona ka shkruar më shumë? Se ka pak në fillim, në momentet kur ne jena keq dhe nuk do na mja thënë dikujt tjetër, zgjedhim me përballu vetë një vështirësi një jetë, qoftë edhe çaste të bukura, por kryesisht janë ato momentet e vështira që një njeri mundohet mi nda me veten edhe mos për në lëndu tjerët, por edhe janë as shpirtërore sa ti s'mundesh me i thënë asnjëherë sikur i thu. Janë humbjet e njerëzve, sigurisht, janë largimet e familjarëve që lanë mungesa, që ti shpreh në vargje dhe në fillim kur i shkruan nuk e din se sa e rëndë është ajo që ti ke shkruar, sa prekse është, sa e vështirë është për dikë tjetër për ta lexuar, vetëm kur e ndëgjon prej tyne se është vërtet e rëndë. Në asnjë moment ti nuk don me rënë dikë tjetër me atë që të ka ndodhur, por kur ti e sheh që shumë me përthithin atë që ti ke shkruar, kupton se janë të e përjetuar edhe shumë tjerë sikur ti, e ndoshta nuk është mirë ta themi, por lehtësohesh sepse në jetë asnjëherë nuk ndodh diçka që të ka ndodhur vetëm ty, edhe këtë ndoshta është lutja jeme e vazhdueshme kur diçka natyrore ndodh ose edhe njerëzit fillojnë e ankohen për këtë gjë, tham nuk du me ndodh diçka që si ka ndodhur askujt, ndërsa gjërat e tjera patjetër që do i përballojmë gjithë. Po na i kthehesh disa herë një poezie, pasi e shkruan, na e rilexon, na e korrigjon, apo është ai frymëzimi i momentit që ty të pëlqen gjithmonë ajo që ke shkruar? Kryesisht është frymëzimi i momentit edhe kur nuk na pëlqen, sigurisht që i kthehemi sepse duhet ta sistemojmë diçka, nëse mas një viti ne marrim e lexojmë prap ndoshta 2 librat e mi, pavarësisht se janë shkruar, janë redaktu, janë për zgjedh shumë prej poezive, mund të jenë marrë 150 poezi për të nxjerrë 60 mira. Prap, nëse do kisha mundësinë, masi ta lexosh, do bëje një ribotim të saj mas një viti, sepse diçka në to të duket se nuk është mirë.
është gjë e mirë kur na kena për diçka me përmirësu, sepse ti e kupton që nuk je perfekt në asnjë lloj momenti dhe vazhdon e mëson diçka të re. Në momentin kur ti beson që ajo që ke shkruar është më e mira mundshme, atëherë aty na lën njohuria jote, aty na lën ajo vlerësimi për veten tënde, sepse mbaroj aty nuk e du këtë vetkënaqësi, nuk e du këtë vetvlerësim në asnjë lloj momenti. Kena në çdo kohë diçka për të ndryshuar, për të mësuar patjetër. Boneti përmendet 2 librat e tu. Mund na tregosh pak më shumë për secilin prej tyre? Kanë ardhur momente të ndryshme. Libri i parë A ke mall për pranverën ishte në vitin 2019. Ishin poezitë e mbledhura të një kohe gjatë, ndoshta edhe para fatkeqësisë që mund kishte ndodhur me humbjen e Tim Shoshi, por shumica ishin mas humbjes tij, në momentin kur ti sheh se gjithçka është ndryshuar, kishte ndryshuar me kohën kur unë kisha qenë vetëm për 5-6 vite gjithçka në jetën time. Ndoshta jo vetëm për atë që më ndodhi mua, por për hir çdo gjëje që ishte të ndodhur në Shqipëri, ishte me gjithçka mall. Në momentin kur njerëzit largohen edhe mbrenda vendit edhe jashtë, kur shtëpiat fillun me të bosh, kur shkollat fillun të zbrazeshin, nga pak kishin filluar të ikjet jo në masë sa sot, por kishin filluar dhe për momentin na u duken as trama, pa e menduar se më vonë do ishte prapë më vështirë se sa aq. Edhe pothuajse tanë poezitë janë poezi malli dhe titulli i saj A ke mall për pranverën, që në momentin e parë kur e sheh mund ta marrësh si pranverën stin, dike ka marrë malli për pranverën sepse edhe ashtu na merr malli për pranverën, por nuk është ajo. Është A ke mall për pranverë, A ke mall për gjithë ato gjëra të bukura që ne ishim mësuar me ta, A ke mall për shtëpia të plot, për prindërit që t'japin këshilla, për fëmijë që ndihmojnë në nanën e tyne, për vallet, këngë të gjithçka që për shtëpiat që valonin nga festat e nga rastet e gëzimit që tash kishin me jetë ma bosh, janë gjithçka që u mlodhen në atë libër. Tash ishte e tana pothuajse e gjitha mall, kishte pak poezi që preknin lirikat, por shumica ishin për vendlinjen ose ishin poezi tikurish, ishin poezi që kishin lanë shumë brenga fiks për momentin që unë isha, që ndjesha jo bosh në veten tënde, sepse ti nëse do ishe bosh nuk mundesh mu rimush ose mu ngrit, por ishte një moment që nuk do doja t'ja uroja askujt, kaloj një periudhë e tertë në veten e vet që mundohet me gjithçka me mbijetu, jo mbijetu. Po libri i dytë. Libri i dytë është Erdha të them se jam mirë. Në fakt poezinë kush e ka lexuar në fillim është poezia Erdha të them se jam mirë, nga e cila mora edhe titullin, por nuk doja ta çoj aty. Titulli është tërheqës pafund. Është tërheqës, po ndoshta është tan mesazhi i librit, e më tepër se mesazhi i librit është mesazhi i bonës për kush e njeh. Erdha të them se jam mirë ishte një poezi që i kushtohej Tim Shoshi, por edhe ajo ishte diçka që ti nga ajo gjendje që ishe tani po mundohesh të bindje veten që ishe mirë, sepse në momentin e parë ne bindim veten. Ngrihesh mëngjes dhe thu unë jam mirë, ti fillon e beson tek ajo dhe vazhdon ditën, ndërsa e kundërta të duket se po fillon nga 9-0 për të ngrit. Erdha them se jam mirë ishte mesazh për të gjithë ata ku kam shku për ta çu këtë libër, ku kam bë promovimet, ku kam qenë e ftuar. Erdha të them se jam mirë në momentin e parë kur ata shohin presin një zojnë përpara që është mirë, sepse po vjen me na than jam mirë aty s'mundesh me than më të kundërtën. Besoj se kam pasur zgjedhjen e duhur me titullin, sepse ndoshta librin mbrand shumë nuk e kanë lexuar, por titulli është vlerësuar në momentin e parë. Është shumë pikant, është shumë diçka shumë e bukur. Mund na tregosh pak më shumë për librin e dytë? Libri i dytë doli para një viti në 2024, kishin po bëshën gati 6 vite nga libri i parë, ishin poezi ndryshe, ishin poezi që tashme edhe nëse kishte diçka dhimbje, nuk ishte e dhimbje që ty të ullë në gjunjë dhe shkruar në ato momente, por ishte një moment që ti kishe përjetu diçka ose kishe dëgju diçka nga dikush, ishin më tepër mesazhe që dërgoheshin në fundin e çdo poezie, nuk mbyllet asnjëra me atë dhimbje, nëse ju shkruaj djemve, është momentin e fundit që mos mërziti nanë se nana din me ishi plagt, nëse i drejtohesh nanë se bas prindërve, është ajo pjesa prapë në fund që është, unë nuk jo atë tregoj do të vrajat, se s'du mi u mërzit, edhe ti len ata për të mos pate këty bonën e dorëzume ose bonën që nuk është mirë. Kështu që besoj për gjithkën, thash më përpara janë momente të ndryshme që sjellin tema të ndryshme në libër edhe asnjëherë nuk mundna me arrit majat, nuk them se kam rrit as me këtë libër, por them nëse në një libër një ose dy poezi janë ato që mbahen mend, që lexohen, që njerëzit të njohin nëpërmjet saj, besoj se ja ke arrit paktën të nxjerrësh një libër të mirë që njerëzit e duan. Mund ta veçosh ndonjërin nga librat si më të bukurin?
O thash edhe njëherë është në momentet ndryshme edhe janë të dy me poezi. Nëse do ndryshoje të kaloje diçka në proza që ti rrëfen ngjarje të ndryshme, situata të ndryshme, përdor gjuhë të ndryshme ose diçka, atë mundesh ndoshta me bë dallime, ndërsa në poezi ka poezi që ti mundesh me i dallu për njëra tjetrës, por jo libër për njëri tjetrin. Sigurisht që libri i dytë është më i mirë se sa i pari në tan formulimin e tij, në moment sepse njerëzit u morën edhe redaktimi ishte më i saktë që e bani im vëlla Liridoni, shtëpia botuese e Fiorentina me një përkujtjes të jashtëzakonshme të profesor Meritanit për të bërë më të mirën e mundshme në librit, bashkëpunimi me të për të nxjerrë kopertinën atë që donim, për të vu titullin që ne donim, fjala e miqve të mi që bën këto janë zgjedhjet më të mira sepse librin para se më ashtu në dorëshkrim u adresova disa miqve që dhanë vlerësimet e tyre, sigurisht edhe kritikat e tyre, por ti bën më të mirën në fund, ndërsa libri i parë ishte diçka që unë nuk e kisha gjithë këtë rreth miq sa e kam sot. Nuk mora kaq këshilla ndoshta sa mora sot, doja thjesht ato poezi ti mblidhje sepse ishin diçka shpirtërore sa nuk doja të më humnin, edhe nuk ishte kaq i realizuar ndoshta sa ky, megjithëse ka njerëz që lexojnë që thonë ka poezi më të bukura te libri i parë, ndoshta janë poezitë më të bukura, ndërsa si libër, si gjithçka tjetër që mban brenda, unë jam te libri i dytë. Po publiku, cilin ka vlerësuar më shumë? Të parën kam pas më pak, thash ishte më pak shpërndarje, më pak ndoshta edhe të shen libri i parë, unë e kam nda gjithë librin tem, është nda shumë shpejt në durët e lexuesve, mezi ishin të e prit, e morën me shumë kënaqësi, por satisfaksioni që ti merr pas për hir tan asaj kohe që ti nuk ke për t'ju përkushtuar gjithçkaje, nuk e merr ndoshta ti. Njerëzit e kanë përjetuar ndoshta edhe më mirë se sa të dytin, por ti nuk ke pas kontaktin me gjithë ata që morën librin e parë. Ndërsa, sepse thash edhe një herë, ka momente në jetë kur ti e ke njerëz tjerë para vetes, i ke parsor fëmijët dhe gjithçka tjetër që unë doja me bën atë kohë, pavarësisht se librin doja ta bëja. Ndërsa në këtë moment, kur ti ke më shumë kohë për veten, për miqt, për promovimin e librit, për bisedat me miqt, për të dhënë vlerësimet e tyre, ti merr gjithçka që të kthehet mas. Në përgjithësi kanë qenë komente pozitive për librin e dytë, po flas. Kështu që them se thash edhe herë, kam arrit me bë atë që unë mundem me bë, jo atë që doja, asnjëherë nuk mundna me bë atë që dona sepse e ka shumë për të bë, po të paktën them kam arrit që atë që mendoja se do arrija ose atë priti që do i bëj, vërtet ju bëm një promovim libri në Shkodër që u prit mrekullisht mirë, një promovim libri në Tiranë dhe fatmirësia ime që kur dhash shfaqja e Gjergj Kastrioti Dasma në Vjenë, në atë kohë sa kishte dalë libri dhe bëna një promovim në hollin e teatrit Vjenë, që ishte fati jem, jo se ndoshta do kishte qenë një ftesë vetëm për librin, sepse është shumë e madhe si gjë për të shku. Por ishte fatmirësisht u ndodha në vendin e duhur, në kohën e duhur. Kështu që them i kam bë të promovim të mirë në 3 vende, me në vend ku kam miq, ku kam njerëz, për të arritur në dorën e atyre që unë doja. Sigurisht 2 libra unë i mbaj në çantë gjithmonë me vete, sepse do të takosh një mik ose një njerëz që ti nuk e ke akoma përpara, edhe patjetër që do të pyesin bon kur do ta marr librin tënd, është fat kur ti e ke me vete dhe ja. Diçka shumë e veçantë, Bona. A është emocion i veçantë ndryshe publiku i Shkodrës me atë të Tiranës dhe më pas me atë në Vjenë që ti përmende? Të jep një ndjesim ndryshe? Miqt janë gjithkund njësoj, sepse zakonisht në promovimet e librave kam zgjedhur me i bë jo me audiencë që ftohen nga dikush për të mbushur sallën, asnjëherë nuk e kam dash këtë. Promovimet e librave të mi kanë qenë me ftesa, si në Shkodër, si në Tiranë. Ka qenë shumë kënaqësi kur salla e bibliotekës Marin Barleti ishte e mbushur deri në fund me njerëz që nga fillimi në fund nuk di e cilën përmendje, madje ka qenë një në momentin kur fillova me falenderu, i thash nuk e di ka të falenderoj, vazhdova me redaktorin sigurisht, me ata që kishin ardhur të ftuar për të më nderu, që ishin shoqërimin piano nga maestro Markelian Kapedani, ose njerëzit që do marrin referatet e librit tem, ose njerëzit që kishin shkruar kopertinën e librit për mua. Edhe pastaj vazhdon e falenderon dike që ka ardhur nga Tirana për ty, pastaj vazhdon edhe dike nga Lezhë, edhe në momentin e fundit kam përfunduar duke falenderuar plot 60 vjet që ishin në sallë, emër për emër, por duke qenë shoqër se oratoria edhe e folura shpejt nuk mora shumë kohë, por ishin gjithë për të falenderuar. Kështu që kjo ka qenë edhe në Tiranë, kanë qenë miqtë e mi të Tiranës që nuk mujten me ardhur në Shkodër, sepse ishte promovimet e librave zakonisht bëhen mas dite dhe lëvizja sigur janë punë. Edhe në Tiranë ishte e njëjta situatë, ndërsa në Vjenë janë njerëz që ty ndoshta nuk të njohin, ta kanë dëgjuar emrin ndoshta në rrjetet sociale, por nuk njohin. Ta kanë njerëz që duan të prezantohen me ty dhe kërkojnë edhe lidhjet familjare mbi emrit e temrit, sepse largësia e ka bën këtë me njerëzit. Por është tjetër gjë, është ma zyrtare si promovim, ndërsa kur je mes mish,
pranohen edhe çadësh mund të ndodhin brenda promovimit, nuk pritet me fol në një fjalim shumë të madh sepse është aq miqësor, është aq bashkëbisedimi. Shkodra nuk do ndroja me asnjë promovimi që është bën Shkodra, absolutisht jo, sepse janë miq më të mëdhenj, miq janë në Shkodër, miq më të shumtë janë në Shkodër, e në Shkodër kena edhe fushën e veprimit pothuajse gjatë gjithë vitit. Por është e dallueshme që publiku po largohet pak nga libri? Fatkeqësisht po. Por kur e them në takimin që kisha dje me disa trinj, në takimet që kena me trinj, kur shoh njerëz që kanë dëshirë për të lexuar, në asnjë kohë nuk kanë lexuar gjithë njerëzit, ka qenë ndoshta me detyrim, por nuk është se gjithë njerëzit kanë qenë me dëshirën e madhe me lexu. Ne nuk mund dalim me thënë që në shtëpiat tona gjithë lexojnë. Un kam dy djem që janë djemtë e mi. Un kam një vëlla shkrimtar, kam një babë që ka marrë Institutin e Arteve, por djemtë e mi nuk lexojnë asnjëni, kanë lexuar librat e shkollës, por nuk merren me libra jashtëshkollor. Pra nëse i ke në familjen tënde, nuk do të pretendoj që gjithë rinia të marrin e të lexojnë librat gjithë ditën. Përderisa as ne nuk jena aty e bë aq sa e kena bë më përpara. E marrim një libër, por jena edhe ne fokusu te materialet që na vinë online për t'i lexuar në kompjuter shumë më thjesht. Nuk e di, ndoshta jena edhe ngarku. Ngarkesa na bën për ta nisë libër e me çu deri në gjysmë dhe pastaj ndjen një lodhje për mos ta shu deri në fund. Fatkeqësi kjo sepse asison mos ndikoft të pjesa e të leximit të librave, të bën të pranueshëm çdo lloj rrezë që ti tjesh, sepse gjuha që ti do përdorësh më pas dhe jeta është e pasur me gjithçka ti ke lexuar tani jetën. Shpresoj që mos të mungojnë asnjëherë shkrimtarët e mirë dhe sa kohë të ketë shkrimtarë të mirë, patjetër që do ketë edhe lexues kudo. Ne shohim kaq shumë botime në Shqipëri, nuk do lexohen gjitha, por nëse shumë prej tyre ne i marrim edhe i lexojmë, them se ka njerëz që lexojnë, do ketë njerëz që lexojnë vazhdimisht, sepse kena tri plot që vazhdojnë të shkruajnë edhe sot. Ata tri që shkruajnë do vazhdojnë të lexojnë. Se në çfarë mënyre do zgjellen për të lexuar është do ja lam kohë, sepse çdo ditë më tepër ne po shohim se teknologjia nuk është të leju mendoj vetëm me libra në dorë të ankohen. Jena tu pa të shkru edhe njerëz që përdorin ndoshta inteligjencën artificiale për të bërë një gjë që ti e ke jashtë shpirtërore, ti e lodha shumë me shkru, sa them ka herë edhe në momentin nëse ti mendon për me fut me redaktu aty, të duket se ta ka ndryshu ose duket se s'është më ajotja, por dikush ka zgjedhur për ta bërë një gjë të tillë. E them se koha është selektive dhe do vazhdojnë të selektojnë të marrin atë që vërtet ja vlen për të qenë treg për të lexuar, edhe për të rezistu kohës shumë gjatë. Bona, një grua solare, një nën kaq e mirë, një poete e mrekullueshme, si arrin t'i balancosh të gjitha këto për të qenë kaq e mrekullueshme sa je ti, Bona? Faleminderit. Themë është i karakteri pjesa e qenënit solare, nuk është se ti mundesh sepse mundesh me buzëqisht një moment, po s'mund buzëqisht gjatë gjithë ditës, as më tepër kur ti nuk je mirë, ndoshta je mbi ngarkume. Jam mësuar ndoshta më u gëzu gjanave të vogla tani jetën time. Asnjëherë nuk kena qenë nga ata fëmijë që jena rrit me tona të mira që mos na mungojnë asnjë dhe nuk më bë përshtypje asnjë gjë. Jena gëzu edhe një palë sandaleve në atë kohë që na janë ble dhe një gjë e krejt vogël, qoftë edhe fytyrës babës kur ka hyrë në shtëpi dhe ne kena pasur që baba është pak i qeshur, ne jena gëzuar në momentin kur ai ka hyrë me ngarku me punën e vet, kena kërkuar ndaj skut me hy. Kështu që ju gëzu gjanave të vogla, vazhdoj të gëzohem prapë gjanave të vogla. Nuk pretendoj që jeta jeme ka me qenë fush me lulen asnjëherë, në asnjë minutë jetës, nuk dal asnjëherë për i shtëpie që sot gjithçka ka përshku mirë, unë i kam tana gjana të rrezi, asnjëri prej nesh nuk i ka, por duke pa aq më shumë njeh njerëzit, aq më shumë i takon njerëzit edhe në gjën problemet e tyre gjithçka aty ne ju ngarkon shpirtin, të duket ajo jotja shumë më e pak se sa të tjera. Dikush ndoshta mundet me përdor në rastin tim për të marrë atë shembullin e grus fort, unë kam gjetë një shembull tjetër diku tjetër, ajo diku tjetër, në momentin kur nuk ja lëshon vetes as meritat, as fatkeqësitë, as tanë të mirat, po pranon atë që ti ke vërtet, nuk mundesh me fluturuar në asnjë moment jetës, nuk kam besuar se fjalë që më janë thënë prej dikujt me tanë mirësinë e tyre të jenë tana të vërteta, i kam marrë të mirë shena, jam kënaqur kur më shtani fjalë mirë, por e kam më shumë me veten se prit pak dikush është më i mirë se unë, ose dikush është më anan, unë kam bërë më të mirën e mundshme për fëmijët e mi, po jo më të mirën që një nan dën me e bë vërtet, sepse tilla i kisha kushtet. Kështu që asnjë
nuk ka rritë majat për qenë, në atë moment kur ti ke atë vetë knaqësinë, thash edhe herë atë vetë vlerësimin që unë jam më e mirë, ti nuk mundesh çdo mëngjes të dalësh e vrentur jashtë sepse kur diçka të shkon keq ti s'mundesh më e përballu. Kështu që jam mundu me balancu tana për ty në kohë të ndryshme, thash fëmia sot janë rrit, e kam më shumë kohë për të marrë me gjanat e mia dhe kjo është një lumturi në vete pavarësisht se thash fëmia janë rrugar sikur i kanë tonë dynjaja, po jetojnë jetën e tyre. Dikush ndoshta mund ta shuajnë fatkeqësi që unë jam vetëm në kuptimin nuk i ke fëmijët në shtëpi, por duke di se sa vështirë i kam rrit kur i shoh atë janë zotë e vetes, le të jenë kudo në çdo vend botës, por ata të jenë mirë, të jenë të ndërtuar jetën e tyre. Kështu që nuk mund na me thani jam keq kur e keqja s'ka fund, as jam mirë kur e mira nuk ka fund. Bona, në fund, për ta përmbyllur, dua nga ti një thirrje për publikun që na ndjek. Një thirrje si poete, një thirrje si nën, si të duash ti, si të ndihesh ti më mirë? Kur janë këto mesazhe që janë përmbledhur në pak fjalë është më e vështirë, sepse ndoshta mundesh me fol gjithë ditën, po kur është për të përmbledhur tana. Jena në muajin tetor. Unë tetorin e kam shujt gjithmonë muajin më të mrekullueshëm të vitit sepse kam sjellje 2 fëmijët e mi. Është muaji i librit ky muaj. Është tetori roz, muaj ku gruaja bëhet thirrje për ekzaminimin përgjirin, po në fakt është një luftë që do të jetë gjithë vitin, edhe libri do të jetë gjithë vitin, por duke i përmbledhur një muaj do u bëja thirrje gjithë njerëzve, duke pa ndoshta një thirrje që nuk ka lidhje me asnjërin prej tyre, por ka lidhje me çënit njerëj. Duke pasur në këto momente shumica e njerëzve po fillojnë të mbyllen vete sepse jeta është bërë e tillë, kemi të moshuar të vetmuar, kemi nana që kanë met pa bashkëshortë e tyre fatkeqësisht, sepse fatkeqësit po ndodhin çdo ditë, kena njerëz që po kalojnë vujtje të jashtëzakonshme me smundjet, kena varfëri ndoshta të jashtëzakonshme në disa familje. Mos ngurroni në asnjë moment të ndani atë që ju keni me dikë tjetër. Nuk do të kuptojnë gjithë në asnjë lloj mënyre, as atë që nuk ka bukën me hangër smundet me të kuptuar dikur që është mirë tani jetën, as atë që ka smundjen se kupton dikur që është shnosh, asnjënin prej tyre smundet me kuptu tan dynjë, por duhet gjesh një njerëz të ndash atë problem që ti ke, sepse në çdo moment dikush do të gjendet afër teje për ta dhënë dorën, edhe për të bë mundje më mirë në xhan që ti ke. Kështu që përjashtova prej librit, thash vazhdova sepse mesazhe për librin po jepen çdo ditë. Por mas asaj shihen shumë e shumë gjëra tjera që janë shumë parsore në ditën e sotme. Edhe dje që të pata takim me rinjen, edhe çdo takim që bëj me njerëzit është kjo. Në çdo moment nëse unë kam arrit me ndihmu 3-4 vetë që janë hap me mua për problemet që kanë, dikush tjetër mundet me ndihmu 3-4 tjerë, edhe kishim me qenë jo vetëm unë, po një shoqëri më solare sepse shohim vetëm fytyrat zymta dhe fatkeqësisht nuk është fundi ky. Nuk është fundi ky, çdo njeri mundet me ja dalë nëse ka pak besim vetë dhe pak besim tek ata që rrethojnë. Të falenderoj shumë për mesazhin dhe për intervistën kaq të bukur dhe kaq të ngrohtë këtë mëngjes. Faleminderit që ishe me mua e dashur. Faleminderit ju për ftesën, gjithmonë kënaqësi. Falenderoj Fioralba. Faleminderit dhe të gjithëve ju që na keni ndjekur deri në këto momente. Takimi radhës nesër në Star Plus.